apo i konvenon Kurtit kjo? Që i konvenon absolutisht Kurtit, sepse i ndihmon që duke zhagit sa ma shumë, potencialisht me morë në i deputet për opozitë. Aja pa të bindje që i ka votat, përse ta u shumë seancë, aja ka pas bindje që i ka votat. Nuk jam i sigur. Ndryshe, unë e mene që a seancë nuk ishi. Nëse kish dosht me kalu kryetarën e kuvendit, Dimal Basha nuk i shkon në Turki, as ndërmen nuk i shkon në Turki. Ani Dimali që nga ka dzejtë sa vota i kanë. Ka diktat absolut në vetëvendosje. Nuk mund është në seancë shumë të rëndësishme. Seanca e parë, po zgjedhësh Ashtë më kemi përvojkna, po mesazhat me mimozën. Është e qartë i konvenon, sepse Kurti po tenton, duke e po mos gatishmërinë e partive opozitare, me ndërmarrë diçka për me formu qeverinë, me ndërmarrë një marrëveshje politike ndërmjet tyre, Kurti është të shpresu që dikush prej deputetëve të opozitës me kalu në anën e tij. Mos gatishmëria e opozitës është veç nga LDK. Absolutisht. Nga LDK-ja dhe nga nisma e cila tashmë po duket që është veç punë e kryme që po kalon në anën e vetëvendosjes. Mirë po unë besoj që qytetarët e Kosovës, në të njëjtën kohë, sa duhet me qenë të dëshpëruar prej vetëvendosjes edhe prej sjelljes saj, qytetari opozitar, i cili nuk i beson Kurtit, edhe që ka votuar që opozita me formu qeverinë, ish dashur me ndëshku Lidhjen Demokratike të Kosovës që po refuzon me i mbledh forcat edhe me largu Kurtin. Mos harroni nëse ka një gjatë që është thonë për gjatë 4 vjetëve, një akuzë që opozita e ka bo për Kurtin, është që kjo është lider autoritar. Kur e kini lider autoritar, ti bashkëpunon me secilin për me largu ato. Nuk është dashur me qenë më e rëndësishme qysh përfundon LDK-ja në zgjedhjet e ardhshme, se sa qysh ka me kon Kosova në 4 vitet e ardhshme. Nëse për ty është e rëndësishme Kosova qysh ka me kon 4 vitet e ardhshme, është dashur me u angazhu maksimalisht edhe me i lanë orë shkrej dallimet për me u bashku edhe me formu një qeveri të opozitës. Zotë Avdijiki shumë i qartë ishte, është i treti, nuk është as i dyti. Alasi ka radha, mas për të konsumu radha e të parit, për me arë mundësia të Lumiri. Lumiri nuk im sheli dyrë. Sa i përket nëse e merë... Nëse nuk ka një marrëveshje, para se me u formu qeveria, në mes tyre 2 partive, potenciali që Kurti me peshku në një prej deputetëve tyre, është 8. Çfarë qeverie do të ishte nëse në Lidhja Demokratike e Kosovës, kur në presidencë më njerë do të kemi blokat dhe realisht po gjashta të më shumë zgjedhje. Se le të keme me qenë përsëri kurban. Kurban i partive tjera. Politika bëhet sot. O bëhet sot për baza faxhata. Kjo është logjik e cila absolut jo. Kjo është logjik që është të i friksu çdo parti duke mos pas besim vete. Nëse ti e ki seriozisht edhe don me populli sa ka e peshën për me hin marrëveshje të tilla. Po pas një viti këtë logjikë edhe vetëvendosja pas një viti shkon në zgjedhje, se nuk i ka votat për presidentin. Pse ish dashur me alon vetëvendosjen, nëse këto zgjedhje kanë qenë për me votun edhe me zgjedh në mes të Kurtit edhe partive opozitare, sot partitë opozitare kanë shumicën edhe kanë mundësinë me formu një koalicion, me formu qeverinë e ardhshme. Nuk ish dashur me u friksu prej Kurtit, se nëse friksohesh prej Kurtit, cila është zgjidhja? Me pritje mas 4 viteve Kurti me radhë për 3 deputet. Do të ishte ajo me gjithë ato parti, do të ishte qeveria me gjithë ato ministri, opozita sot gjendje që kemi pas. Kjo qeveri nuk e ka fuqi. Opozita e ka shumë Lumiri me buat gabim. Se bjen partinë aty ku ka qenë. Aja ka marrë dëshimin për merit. Kjo është kalkulim për me rujt partitë. Partitë tjera çka kanë. Kjo është kalkulim për me rujt partitë, jo për me rujt Kosovën. Me rujt partitë se mund të Po nëse mund të fshet partia grejt. Ajo është misioni i liderit me rujt partitë. Ama nëse më fuqi Kurti është misioni keni ju. A keni mision me një parlament? Apo mgan, se po ta tregoj. Nëse Kurti është autoritar, dhe jetëm thonë që Kurti është autoritar, misioni yt primar është dashur me qenë me largu Kurtin mbi pushtetit. Nuk është dashur me rujt partinë. Dëgjoj, po nëse ti ndodhesh, domethënë janë të luftuar Luani dhe Tigri mes vete. A don ti a bosh me Luanin a me Tigrin? A bosh me Luanin me muj Tigrin a me Tigrin me muj Luanin? Unë nëse menoj që Luani është i dëmshëm, që këta po thojnë që qaj Luani më thojza, se s'është Luan, është i dëmshëm, unë isha bon se cilin variant. Se cilin variant. Edhe ta Tigri. Edhe ta Tigri. Po një merë ishtë dosht me post ligime politike, bre. Por një merë është ofendu se me na që krejtë emision. Nuk është ashtu, dëgjo. Nuk është ashtu. Me Luana në moca. Unë nëse vendosëm... Po e ilustron me qenë pak ma e pjeshtë për mduket, po. Profesor. Ma shumë kësha me pa rëzik për i PDK-s se për i vetëvendosës. Sa dhe që me vetëvendosës, po më dojë e kësha konsideru naturisht rivale dhe kësha këshu me jamorë pushtetin e tjera.
Ama këta s'na kanë thonë, pse mu s'na kanë thonë që PDK-ja është problemi. Qështë të kanë thonë, mërë LDK-ja ka thonë nuk na kanë thonë që të në vronë që 4 vjetë, që 4 vjetë. Që LDK-ja po veç kanë bu koalicion. 4 vjetë u kove në ndosë, na kanë thonë, na duhet me o angazhu me hek Albin Kurtin. Bashkaresht. Me hek Albin Kurtin. Edhe që kjo jo mbro me zvetin, Nuk e dhja dhe gjutë sot deklaratën e Lumirit në parlament? Kema e zbutur. A i s'ka dosh me... A i kena qa deklarat? Pojmë ka në lëshone. Nëse e keni lëshone. Qa thot të di? Ma e zbutur në kuptimin e bërjes e një koalicioni me opozitën. A i thot hales i ka ardhra në opozitës, me PDK-n thot unë e shkoj poli tash. Amo, a i të shkojmë një deklarat e kena vështë të këshyrëm a është ajo. Është absurde në që nuk shpat kanë, mos edhe me boni pse ka marrëveshje. thonë që asë në hiç- Potencialin për mi ik deputetet ty në vështu e rrit, ma herët e poshtë në DTV një lajmë që një prej deputetëve të PDK-s nuk ka votu si Murseli, partia ka abstenu. Kosovare Murseli. Kosovare Kosovare Murseli ka abstenu në kuvend, kemi tentu me Njëri ka thonë unë jem në opozit. Pastaj ka thonë nuk është treni. Jo, deklarimi i por i Lumirat Digjikut është populli ma ka tregu venin në porrin në opozit. Po, ato po. Amo asë një kur si sot s'ka deklaru. Sot e ka pas deklaratën Kosovare Murseli ka abstenu. Me pos marrëveshje. Amo është dosht me pas marrëveshje. Mos me leju nismën me shkua nena. Dosht me pas marrëveshje. Që di që prej PDK-s është Kosovare. Edhe ti prish matematikat shumë ja lisë. Nëse kena deklaratën regjia, kena pikrishtetin deklaratë që po fola për dita? Jo, nuk e kena një deklaratë tjetër, por në ndërkohë, nëse mundeni me provu me gjetë deklaratën ku Lumira Digiku sot, dhe më thonë pas dështimit seancës, apo afërdit? Po, ma shprej ma i butë, në hullin e Shumë e bjashme kuvendit. që e tha afërdita. Që tha ma i zbutur? Shkumja e nismës, sot, është përgjësi edhe LDK-s. Po, që kjo dashta me qelë që diskutim. Përgjithsi e kujna është që nisma po shkon dikun tjetër. Absolutisht është edhe opozitë. Është dhe shkirë më revullneti një është Jo, se nisma shumë shpesh ka bo thirje. Ka thonë që unë nuk isha shku Nisma ka bo thirje. Nisma ka bo thirje publike. Nuk kam amniston nismën. Mirë po ja përgjësi opozitës. Po pse më në kush, ti a ke votu nismën? Jo, Se po kërkon logari për i nismën? sepse nisma votu. unë ka thonë që kë politikan është jashtëzakonisht A ke besu? Nëse Po, ke besu, Sepse nisma nuk e kum votu. Qka po dra nëse se ke votu dhe mund se ke besu? O profesor, së mënët mi votu 5 parti, dikush. Përgjësi publike, se cëllit politikan. Për kush të mënët mi votu 5 parti? Nuk mund është me kërku një parti, vetëm partisë tonë mund është me kërku logari pëse po banë koalicion me këto, për shambull. Jo, unë jem për front opozitor. Po ti je për front, po frontin e Unë bojnë kam kërkesa për i frontit opozitor. Po mirë dhe frontin opozitore bojnë ata që dojnë me konë front. Nisë mund shme që ku pëse po bosh me këto, s'po bosh me këto. Ti ke morë votat në kundërshtim të Albin Kurtit? Për fjollë, s'la t'jën thonë para 10 vjetë. A i ka morë për vete, nuk Po, ka morë... edhe nëse bjen rani dytit të Napolin, po, se disha që... Aje drejtonë Nuk është dorë me konë pranushme pazarët e tila. Nuk është dorë me... Nuk ishtë dofë me konë. Dosh mi kërku përgjësi. Ku ndalohet me bo koalicion... Si person që ki ndikim në publik, ishtë dosh mi kërku përgjësi dikujt i cili për prana një muje i ndryshon qëndrimet në njërë totalisht konë. Po, une se kum besu, une se mi kërku përgjësi. Veç kuj ti beson, kimi kërku përgjësi. Edhe, aq ma tepër, s'ka bo të rathin dhe jatë dheut. Ka bo koalicion me njërën për forca politike. Alo s'ka bo, alo nuk është zyrtare koalicioni, Këndaj votus tina, problemi votusve tina.